së bashku me mikun e programit tonë ekspert në sigurisë Bedre Elezi. Mirëmëngjes Elezi, faleminderit që je dhe sot së bashku me ne. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë Elezi, sa janë gjasat reale për një kërcënim të mundshëm të Iranit në Shqipëri, pra duke sulmuar me organizatën Mujahedin të popullit të Iranit që ndodhet në shtetin shqiptar? Po, ne në fakt e kemi hasur këtë informacion referu mediave në rubrikën e Kosovës dhe më gjërë, pa ashtu referu faktit se këto media kanë cituar agjenci lajmësh apo edhe vetë burime iraniane. Në fakt, neve jemi të vedeshëm që Irani po tenton me shkaktu panik dhe po përdor propagandën se njëre ndër mjetët më të rrezikshme që Irani e ka, që në fakt neve e zëdishëm për ata. Nuk ka asnjë gjasë mundësi për një sulm real të tillë. Ne kemi parë se maksimumi që Irani tani ka arritur të godasë është Çipro, ku në vija ajrore nga Irani deri në Çipro është diku 1000 kilometra, ndërsa nga Irani në Shqipëri është 3000 kilometra. Ne dimë se është folur mjaft shumë për raketat supersonike që mund të kapin distanca të tilla, por në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleati i saj kanë goditur fuqishëm zonat caktuara ku janë këto raketa balistike dhe mundësia që realisht ndodhë në gjë e tillë është mund të themi thujase fare. Por mundësia mund të jetë si zakonisht siç ka bërë Irani me sulme kibernetike ndaj shtetit shqiptar. Është e mundshme kjo? Po, në fakt shqetësimi më i madh për ne mbetet dy çështje. E para rreziku nga sulmet kibernetike, nga veprimet të cilat vetëm i kemi përjetuar edhe në Shqipëri, dhe pjesa është siguria ekonomike. Ju e keni parë që vetëm se ka filluar me pas problem në aspektin e ekonomisë, kanë filluar të ngritën çmimet, dhe kjo ndoshta është goditja më e madhe që mund t'ja bëj momentalisht Irani vendeve të tjera, po ashtu edhe vendeve kufitare ku ka baza amerikane mund që tjetë e rrezikshëm. Prandaj mund të themi që Irani duke pasur parasysh faktin që është në një situatë kritike për shkak një angazhimi serioz që SBA ka për sulme dhe protesta. Mos harrojmë se në fakt këtë ditë në media nuk kam pa shumë diskutime rreth protestave brenda Iranit. Një numri më i madh qytetarëve atje mund të themi që e kanë përqafu atë zhvillim që ka ndodhur. Kemi pa video nga më të ndryshme dhe adresime nga më të ndryshme nga qytetarë iranian, të cilët janë në një situatë mund të themi shumë të rëndë për shkak të regjimit dhe mënyrës se si ai regjim udhëheq Iranin. Dhe ato protesta, po ashtu, sulmet e fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në baza ku edhe ka raketa balistike, e bëjnë pamundur një rrezik real se përket sulmeve direkte, por që sulmet kibernetike dhe çështja e ekonomisë, sidomos bllokimi i kanalit që është shumë i rëndësishëm si arterje detare, janë probleme serioze. Por ju e keni parë që mbrëm në orët e pasdites së ditë të djeshme apo mbrëm vetëm ka liruar domethënë lëvizjet e anijeve në kanalin që kontrollohej nga Irani pak ditë më parë. Prandaj mund të them që përkundër deklarimeve, përkundër kësaj lloj fushate propagandistike të Iranit, kapacitetet e Iranit janë të limituar. Ne kemi parë edhe në qershor të vitit kaluar se Irani kishte ngritur në xhamit të tyre flamurin e Kuq, por pas disa ditëve i njëjti pranoi tulet në bisedimin dhe e pa se kapacitetet e tij për ta sfidu realisht një aleancë të SBA-ve me partnerët e saj është e pamundur. Mirë, faleminderit shumë Elezi për këto informacione që sollën këtë mëngjes për shikuesit e programit tonë. Gjithashtu faleminderit. Do ndrojmë temë me që dashur, tani do flasim për zhvillimet e fundit nga showbizi dhe gjithashtu do flasim për post Big Brother që na sollin brëm dinamikë